E kemi provuar edhe shumë herë më parë këtë situatë, kur vjen e keqja hapi derën, thot populli, dhe në kombëtaren shqiptare, problemet me dëmtimet po shtohen pikërisht, teksa afron ndeshja e vlefshme për kualifikueset e Kupës së Botës me Serbinë, e cila do të luhet më 11 tetor në mbrëmjen e Leskovac. Një ditë pasi u njoftua për shqetësime në muskujt e këmbës për Arber Hoxha në Kroaci, vijnë dy lajme të tjera negative, këtë herë nga Italia. Së pari, Ardian Ismaili la fushën e lojës në ndeshjen e Serie A Parma Torino. Mbrojtësi kuqezi i qendrës fillimisht shkaktoi penallti, të cilën e ktheu në gol sulmuesi i Parmës, Pellegrino. Më pas vazhdoi të luante deri afër fundit kur ndjeu probleme fizike dhe ushtri në tokë duke kërkuar zvendësim. Ishin minutat e fundit dhe shqiptari doli nga loja ndërsa pritet përfundimi i analizave mjekësore. Problemi i dytë e ka emrin Julian Sheu, njëri nga lojtarët më të mirë të ekipit përfaqësues në këto eliminatore, u detyrua të zvendësohej në pushimin e ndeshjes së kampionatit polak mes ekipit të tij Vitsev Lodz dhe Rakovit të Çestovës. Siç shkruan faqja zyrtare e klubit në komentin e ndeshjes, trajneri Çubak bëri zvendësim të detyrueshëm sepse Sheu ndjeu dhimbje. Shpresohet që kjo të ketë qenë vetëm një masë parandaluese dhe të mos jetë fjala për një dëmtim të vërtet të rënd për mes fushorin, i cili është kthyer në motorin e kombëtares shqiptare. Pak ditë më parë, kombëtarja humbi edhe marrë shkumbullën, i cili u dëmtua në La Ligën e Spanjës, teksa luante për Majorkën dhe vështirë se mund të jetë gati për duelin në Serbi në 11 tetor. Serbia ka marrë një tronditje të rëndë para ndeshjes vendimtare kualifikuese për botrorin 2026 me Shqipërinë, që do të luhet në stadiumin Dubočica në Leskovac. Komisioni disiplinor i FIFA-s ka vendosur këtë 8 martë të gjobisë me 80.000 franga zvicerane Federatën e Futbollit të Serbisë, dhe po ashtu të mbyll për tifozët një pjesë të stadiumit. Gjoba dhe penalizimi i stadiumit për Serbinë vjen pas incidenteve që lidhen me rendin dhe sigurinë, si dhe për sjelljen e papërshtatshme dhe diskriminuese të tifozëve vendas. Gjatë ndeshjes kualifikuese për Kupën e Botës, Serbia-Angli, që u luajt më 9 shtator në stadiumin Rajko Mitić. Sipas vendimit, Serbia do të duhet të luajë me të paktën 20% të kapacitetit të tribunave të mbyllura, kryesisht ato pasportave. Pra nga 8.000 vende që ka stadiumi Dubočica, në tribunat e tij do të jenë të pranishëm në ndeshjen e 11 tetorit rreth 6.000 tifoz. Në përputhje me vendimin, Federata e Futbollit të Serbisë është e detyruar t'ia paraqesë planin e rregullimit të ulseve FIFA-s jo më vonë se 10 ditë para ndeshjes, me mundësinë për të mbushur një pjesë të kapacitetit me komunitete dhe grupe me interes të veçantë, si familje, student, organizata me fokus në luftën kundër diskriminimit. Vendimi i FIFA-s për ndeshjen Serbi-Shqipëri që do të luhet më 11 tetor në Leskovac të Serbisë është çështje orësh tashmë, kur kemi hyrë më pak se 2 javë nga ndeshja dhe 1 javë nga grumbullimi zyrtar i kombëtarëve për ndeshjen më të rëndësishme të kësaj fushate eliminatore, ku ndërrojmë kualifikimin e parë për finalet e një botrori. Një vendim i rëndësishëm është marrë pas postimit të ndeshjes nga Beogradi në këtë qytet të vogël por me një stadium të ri, trazirat në ndeshjen e fundit Serbia-Angli, që përfundoi me shifrat 0-5. Pritet të sjellin një tjetër sankcion për serbët, përveç atij financiar. Bëhet me dije se po punohet nga organet botërore dhe europiane, FIFA dhe UEFA, që të shmanget stadiumi i boshatisur për ndeshjen Serbi-Shqipëri. Kjo jo për të favorizuar organizatorët në këtë rast, por më tepër për aspektin vizual. Nëse në ndeshjen ndaj Anglisë, pamja vizuale ishte e tmerrshme, ku figurat e krimit në Serbi u pan të ulur në tribunën qendrore duke dhunuar tifozët, po serb, por që ndoshta thërrisnin kundër qeverisë dhe presidentit Aleksandar Vučić, vendimi duhet të ishte shumë i shpejtë dhe i qartë. Stadiumi boshatisur, në fund të fundit, ata janë mësuar tashmë. Gjithsesi, kur bëhet fjalë për një ndeshje me një vëmendje kaq të madhe botërore, jo vetëm europiane dhe jo vetëm për rëndësinë sportive që ka për të dyja skuadrat në grupin kualifikues për botrorin 2026, edhe ana vizuale që duhet të shoqërojë një eveniment sportiv së bashku me mesazhin që duhet të jap është paqja, qetësia dhe mbështetja vetëm për sport, për futboll në këtë rast. Si rrjedhoi është menduar që në rast se do të lejohen tifozët, edhe pse në një numër të kufizuar ata do të jenë të kontrolluar, do të jenë fëmijë, një zgjidhje që përmbush aspektin vizual siç duhet dhe nga ana tjetër ul ndjeshëm rrezikshmërinë që ka organizimi i kësaj ndeshjeje. Takimi do të luhet në stadiumin Dubočica, një stadium i ndërtuar në vitin 2023 dhe që ka një kapacitet rreth 8.000 vende. Për delegacionin shqiptar janë lënë në dispozicion vetëm 100 vende në çdo rast, ndërkohë që pritet edhe konfirmimi i presidentit të Republikës së Serbisë, Aleksandar Vučić,
i cili kishte deklaruar më parë se do të ishte prezent në këtë ndeshje, gjë që e bën edhe më ekstreme masën e sigurisë për mbarvajtjen e këtij takimi